Alhamdulillah pi Allahut, shumë mirë. Shumë ditë atje. Shumë mirë. I kënaqur për stepërmi. Cili ishte përjetimi? S'di që me thaqë. Për ca të herë këtë që? Hera parë. Hera parë, jemi i kënaqur. Që tonë. E kom krye ato obligimin tem që kom pas me Allahut. Jemi i kënaqur shumë. I kom plecu të 5 shtyllët e Islamit. Që tonë. A ju kanë udhëzu mirë, e keni vizitu të Mirë, Këtë krynë mirë. I kënaqur. Këtë kemi bo si Masarendit. Cila ishte ndjenja të qenit të qalë? Kam pas që sa vjetë qef me shkue, sot ma mësoj zoti që ditë me shkue, alhamdulillah, jemi shumë i kënaqur, shumë mirë kemi kaluar. Cili ishte përjetimi gjatë kohës aq? Përjetimi ka ndryshme, ka vështërsi edhe normal, vështërsit, po ato... Cilat ishin vështërsit? Vështërsit, për shembull, temperaturat e larta, Arafati ishte pak nis provë, po edhe afër 2 milion njerëz aty kanë qenë. U kanë interesant, po mirë kemi kaluar alhamdulillah. Keni qenë të kënaqur me udhëzimet që keni pasur nga zyrtarët Bashkisë Islame? Kemi pas në një udhëtim shumë korrekt, shumë i bukur, na kanë ndihmuar, kemi kaluar shumë bukur. Hera parë ishte që... Po, unë umre kam qenë para disa vjetë, ama haxhi hera parë, po. Do të thënë ndjenja ishte më ndryshe. Po, shumë më ndryshe.